Pa kon diaspora është problem. Ajo është shtytësia kryesore e zhvillimit në Kosovë. Ata mas tepërmi ndihmojnë popullatës. Po kanë herë pja shomin shirrin. Diaspora ka pare shumë ma tepër se na. Edhe pja shumë shirrin. Po shirrin pja shomi se s'po vetë, kur ta pyethet, a je jashta? Po. Nëse është 700 euro, ai thot 1000 euro. Edhe diasporës thot që 1000 euro, s'ka problem, vish ama muhe. Apo kupton? Po i kanë hyrë çmimet veç për shkak të diasporës, që paguajnë pa kurfar. Çdo komandë do të më shkru, edhe më njerës bagi, me majtë menë shumë, se ne për me punue, ndos. Do 90-91 kom kry kursin, një vjet tani kom fillu me majtë kompani. Me gjithë këtë mund, a ke mujtë me arrit të gjitha qëllimet që i ke pas për jetë? Gjitha, po Çka ka me të një mongë? pjesë. Çka ka me të Po se mongë? kom bo 1 milion euro. A do si ke bo 1 milion euro? Jo pëse i ke bo. A do me thonë që i ka që të kusht 3 milion euro, si ai... Këtë profesioni, ja, e ke kap milion. Jo, se aja është tërë për në Kosovë me thonë, për shembull me thonë, se cili personi ka 3 milion euro, apo kupton? A ka thonë dikush? Deri tash Jo, ka thonë. që jena milionera, publik. Po dhe, 3 milion i ka se cili shqiptari Kosovës. Sa është e vështirë në Kosovë me u vlerësu dhe me arrit diçka? Nëse di qëllimin, edhe nëse ki fat, nëse ki vizion, mundesh me arrit. Mundet. A përveç me paga më djetë, që shenë paga këtu. Kush përnë për Cila paga? vendon të që ishte me qenë një pagë mesatar me buni jetë normale? Sa është me qenë? Soda? Apo para ma herët? Tash prej çmimet është krajta? pandemisë, po prej pandemisë janë dyfishuar çmimet. Masandej po vinë lloj kushte të ronda kur që rrymën që është drejtuar tash. Apo kupton? Me njerë hypën çmimet. Rryma u shtrejtu 16%, edhe nështë ta e kthejnë, po çmimet nuk kthejnë mo, është problem mu kthy çmimet. Rryma 16%, a konsumi 40-50%, 100% ka shku disa artikuj, me buke me gjitha. Çka mendon pse të rritë po e shojnë ka të shumë vendin, po shkojnë jashtë vendit? Po ata të rritë është normal se këtu me një pagë nuk mujnë me arrit, as me marru shtëpi, as me ble banesë. Për ndryshe, për një të ardhme më të mirë, për ndryshe. Zbesoj që këshin dalë dikush me Kosovës nëse i kanë kushtet që pyte sa është një rrogë e mirë në Kosovë, për shembull 1000 euro neto me pas çdo person, për shembull, 1000 euro minimalja, se që shtetet e Bashkimit Evropian veç e kanë 2000, 3000, po Zvicra e ka 3000, ofër 4.000 euro, 4.000 frank, për shembull, pagën minimale. Gjermania ka 2.700. Nashta jem gabim, po me shifra, po do të se punoj me shifra gjithmonë. Gjithmonë veç me shifrat mdoja të mogla. Jo, kompjuter është si 100, si 1000, si 100.000, 1 milion, veç një zero. Që ndikon diaspora tek ne? Ajo është shtytësia kryesore e zhvillimit në Kosovë. Ata mas tepërmi ndihmojnë popullatës, neve si shqiptarë. Pa kon diaspora është problem. Po kanë herë pja shomin shirrin. Ku pja shumë shirrin? Këto se di kërkush është ta se mendon e se thot vish, unë po them që ja shohim shirrin, jo rrit çmimi i banesave, kur shkon me ble, tash që filloi tash 1000 euro me kon metra katrore. A i të kuptu. Prej 400 euro ke para 5 vjete, pandemia, siro, hypën çmimet e sen, pak, po tash diaspora ka pare shumë ma tepër se na. Jo, paret i kanë ata, logikisht. Nëse s'po thonë që edhe këtu s'ka, po një pjesë ma e vogël, me thonë 10-15%. Çka është diçka? Se të edhe pja shumë shirrin, Po shirrin pja shumë, se s'po vetë, ai mas pari vlerësi, shitësi më falë, kur ta pyethet, a je jashta? Po. Nëse është 700 euro, ai thot 1000 euro. Edhe diasporës thot që 1000 euro, s'ka problem, vish ama muhe, apo kupton? Se i thot, ma ka lyp dikush tjetër atë banesë, apo kupton? S'është veç banesë, po edhe pronat,
e palojshme, tokat e ndryshme që marrojnë villa, e sene, vikendica. Po i kanë hypë çmimet veç për shkak të diasporës, që paguajnë pa kurfar pa kurfar konkurrence, jo, po nuk bojnë pazar me shkurt. Sepse se kanë pazarin e duhur. Emision humoristik është apo? A është emision humoristik? Humoristik? Po, që e keni në emri këtij emisioni? I përgjithshëm është, ka edhe humor. Tash mos doni me humor. Se s'ka dish në bëni humor? Jo. Cili është momenti më i vështirë, apo sfida, apo sakrifica që e ke po? Njëtë. Njeta? Po, njëtë. Jo, përgjithësi letë e kom pas se jam njeri familjar, kom kriju familje, përgjithësi vështërsitë normal që ekzistojnë ka njëherë, po në përgjithësi mirë, kur të punojsh, Cili është gabimi më i madh njëtë që e ke po, dhe ai e pishman? gabimi, Gabimi. s'kom dal jashtë. S'kom najt Ka jashtë. desht me dolla. Po, tash në ty këtu nuk vlerësohet puna, sa e bën për shembull, edhe sa ki nevojë nuk t'i japin, a është e vërtet. Edhe nuk t'i plotësojnë kushtet, edhe nuk a punën e bën si duhet. Edhe ju televizioneve apo bëston tash të interneteve apo çdo kohë punën që i bëni, sakrificë është, mund është, po vlerësimi është i vogël. Ma mërmenja, s'pe di. Ndoshta jeni ju të kënaqur ku më di. Ja, të kënaqur jena. No. Na speshojnë në vendin. Apo don diçka për muzikën? Po, hajde edhe për muzikën ana. Unë edhe pyeta edhe në fillim. Ja, diçysh. Si e nise muzikën? Sa ka qenë e vështirë për ty? Vlerat muzikore kanë ndryshuar, tash teknologjia ka bërë vetën, e ke po. Tash me një synt peki gitarën, timpanat, klarinetin, harmonikën, krejt peki me një synt. A o çështë? Unë gitarist më konë, na kemi bërë muzikë të nere në radio, sidomos që këtu në Gilan, Radio Gjilani kur ka qenë. Tash s'është, se nuk është mbyllë edhe i kom injizimet që në telefon i kom javë që juve, kongë që i kom bohe. Po nuk ka shku ma tutje, po këtan. Ku pas ta shok këtë të grupe tjera, mës t'i përmeni tash Fontana i Lirët e Triksi e këta shkejt shok i kom pas. Po në Gilan nuk kemi mujtë me arrit. Sa e të pohojrin si profesion? Profesioni po. Si ekonomist, s'di, ndoshta me bo diçka tjetër, po zanat mas mire i shkon me bohe, po edhe kjo është një lloj zanati. Edhe si ekonomist, me punu është zanat, me dasht mas pari, si ki plot ekonomista, po nuk ja dën, nuk bon ketë kontabilista, nuk mujnë me menaxhu një kompani çdo ekonomiste, po kupton. Ndoshta veç kufizohen me një drejtim edhe çaty mbesin, po kupton. E çështë. Falenderoj shumë që gjete komendomin. Faleminderit e suksese edhe faqës juve. Suksese. Faleminderit shumë na fal se la me prit shoken.